Përshëndetje gjithëve. Ashtu që e kam potencu në video numër 1, tani po vazhdoj me video numër 2, përmes të cilës do të vazhdoj me demantimin e listës pretendimeve për shkelje, keqpërdërim, keqmenaxhim të adresuar nga anëtarët e Këshillit Drejtues nga radhët e Senatit apo stafit akademik. Në këtë video do të flas për transparencë, do ta filloj me transparencën si një prej elementeve të cilat kam filluar më njëherë me të ardhur në menaxhmentin tim. Senati i Universitetit Fëmijë Gjakov, pa asnjë presion të shoqënisë civile apo ndonjë presion të jashtëm, ka marrë iniciativë që t'i transmetoj drejt për drejt mbledhjet e Senatit, të cilat për pothuajse një vit e gjysmë ishin në transmetim të drejt për drejt në kanalin YouTube të universitetit, kanali zyrtar, dhe një kërkesë që unë kam ngrit, të cilën duke parë që Parlamenti i Republikës Kosovës, Qeveria e Republikës Kosovës, e kemi Senatin e Universitetit Fëmijë Gjakov, e kemi Asamblenë e Komunës së Gjakovës, që janë gjitha në transmetim të drejt për drejt dhe kanë qasje për publikun, kam ngritë si kërkesë në Këshillin Drejtues që të dalin në transmetim të drejt për drejt, edhe ajo pikë është shumë herë është tentuar që të kalohet, edhe duke parë që nuk po trajtohet, në atë rast si kryesues i Senatit, kam bërë një kërkesë ku kam kërkuar prej senatorëve që në formë ndoshta demonstrative ta pezullojmë transmetimin drejt për drejt derisa Këshilli Drejtues të dalin po ashtu në një transmetim të drejt për drejt dhe të ofrohet një transparencë gjithëpërfshirëse. Është potencu nga anëtarët e Këshillit Drejtues që është pezulluar ose është nal transmetimi drejt për drejt pa asnjë vendim. Kjo nuk është e vërtetë. Tani vim do të prezantoj që në mbledhjen e Senatit të datës 23/9/2025 është procesi ku bëhet votimi i kësaj, edhe nga ky moment ndërpritet ose pezullohet transmetimi drejt për drejt. Të gjitha mbledhjet e radhës Senatit që janë bërë janë gjitha të arkivuara me një video deri në një vendim të radhës, ashtu që të transmetohen në të ardhmen në kanalin e YouTube. Edhe pas kësaj do të thotë për me pa që a ka vendim ose jo, vendimi është marrë, vendimi është nënshkruar, është protokollu, po për shkak të dinamikës shumë të madhe nuk është vendosur në web faqe. Andaj në vijim mund të shohim vendimin e Senatit të datës kur është protokolluar me 29/9/2025, edhe ku potencohet që për pezullimin e vendimit të nxjerrë nga Senati që ka të bëjë me transmetimin e drejt për drejt të mbledhjeve të Senatit. Edhe kjo është bën një pezullim për një afat të pacaktuar, ku potencohet po ashtu që transmetimi me arsyetimin se i është kërkuar edhe Këshillit Drejtues të faqes që mbledhjet t'i kenë publike dhe të transmetueshme drejt për drejt. Edhe këtë e kam vendosur në Këshillin Drejtues, Këshilli Drejtues e ka trajtuar pikën edhe ka marrë vendim që të refuzoj propozimin e rektorit që mbledhjet të dalin në transmetim drejt për drejt. Edhe këtu mund të shohim që në total Këshilli Drejtues i ka 7 anëtar, 4 i ka anëtar të brendshëm nga radhët e stafit akademik, edhe 3 anëtar të tjerë të Këshillit Drejtues janë nga radhët e mashtit, ku për opinionin publik si informim zakonisht në mbledhjet e Këshillit Drejtues kryesohen prej njërit prej anëtarëve të Këshillit Drejtues nga radhët e mashtit. Edhe këtu po shohim që kemi pas 4 vota kundër edhe një vot abstenim. Edhe që të 4 anëtarët e Këshillit Drejtues nga radhët e Senatit kanë qenë kundër transmetimit drejt për drejt të elementeve që diskutohen në Këshillin Drejtues, ku merren vendime për shfrytëzimin e buxhetit i cili buron nga taksapaguesit. Kur flasim për transparencën, po shohim ku është transparenca. Atëherë një pikë tjetër e cila është potencuar dhe është adresuar është mosgatishmëri
dhe tendencë për shmangje nga përgjegjësia dhe nga përgjegjësia ndaj kërkesës zyrtare të anëtarëve të Këshillit Drejtues nga personeli akademik. Këshilli Drejtues, anëtarët e Këshillit Drejtues me datën 23/10 kanë bërë një kërkesë drejtuar mu, edhe kanë kërku që me 23/10/2025 edhe kanë kërku një listë dokumentave të i ofroj atyre. Kjo është një listë e dokumentave që është kërku nga anëtarët e Këshillit Drejtues nga radhat e stafit akademik, mirë po vlen cekët nuk ka ndonjë vendim i cili është marrë në Këshill Drejtues mbi të cilin kërkohet që unë t'ju ofroj dokumentat e tyre. Kështu që përderisa kjo kërkesë është një kërkesë prej një grupi të anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe nuk është një vendim i Këshillit Drejtues i cili merret në një mbledhje të rregullt me shumicë votash edhe i cili është i nënshkruar dhe i protokolluar, unë personalisht në këtë kërkesë 23/10/2025, që është kërkesë për një listë të dokumenteve që në total janë gjithsej 13 dokumente që janë kërku, edhe janë 4 anëtarë të Këshillit Drejtues nga radhat e stafit akademik, të cilët kanë kërku. Unë jom përgjigj kësaj kërkese vetëm për hir të korrekcisë, edhe me datën 17/11/2025 i kam informu edhe një herit kam thonë që po shkoj tek pjesa e poshtme, ashtu që të shohim që natyrisht mbetemi i gatshëm të bashkëpunoj dhe të ofroj dokumentacionin dhe informacionet e nevojshme. Pasi Këshilli Drejtues të marrë vendim kolegjial të protokolluar dhe të nënshkruar zyrtarisht sipas statutit dhe ligjit të arsimit të lartë, do të thotë deri këtu është pjesa që kam shpreh gatishmërinë, po ashtu kam kërku për hir të korrekcisë, kërkoj nga sekretarja që të shërtohet procesi dhe kërkesa me kujdes, ashtu që të mos ketë shkelje të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale në ndonjë pikë. Edhe siç mund shihet, unë kam qenë i gatshëm si çdo herë t'i ofroj dokumentacionet e nevojshme, vetëm kam kërku që të respektohet hierarkia institucionale edhe një vendim i tillë për kërkesa të vijë në Këshill Drejtues dhe jo nga një individ ose një grup individësh. Kalojmë tutje tek një pikë tjetër që është potencu, është ndërhyrjet e rektorit në proces verbale. Është këgja element i rënd kjo që mos atribuo ose është tentu që une me unë njollos për me saj. Unë absolutisht demantoj një ndërhyrje timen, sepse proces verbalet zakonisht të mbledhjeve të Këshillit Drejtues incizohen sipas formës audio, edhe ato përpunohen nga administrata edhe vlen cekët që nuk përgatitet një ekstrakt, po bëhet një transkript i komplet asaj çka është fol, edhe i dërgohet si draft gjithë anëtarëve të Këshillit Drejtues. Vlen cekët që jo në mbledhjen e fundit, po mbledhjen e parafundit, një numër i madh i proces verbaleve nuk janë miratu, me arsyetimet që kinë se ka shumë elemente që janë ndryshe prej asaj që janë thonë, ndërsa në mbledhjen e fundit, gjitha ato proces verbale kanë qenë identik të njëjta përpos një ndryshimi në një titull akademik të njëjit prej anëtarëve të Këshillit Drejtues, edhe të gjitha janë miratu prej këtyre do të thotë të gjitha anëtarëve që kanë qenë prezent. Kjo do të thotë që mos gatishmërinë e tyre për t'i miratuar proces verbalet, po dojnë t'i atribuojnë dikujt tjetër që ka pas ndërhyrje. Do të thotë procesin edhe një herë bëhet drafti i proces verbalit, i dërgohet gjithë anëtarëve, kush ka vrejtje, i adreson vrejtjet në ndonjë lëshim ose diçka, edhe pastaj vjen në mbledhje edhe votohet për miratimin e proces verbaleve. Kalojmë tek pika tjetër që ka të bëjë me tremujorshët. Ndërhyrje është tek pjesa e tremujorshët, do të thotë zakonisht për miratimet e raportit financiar për komplet vitin shkohet në qerekun e parë, qerekun e dytë, tretë dhe pastaj për raportin final. Do më thonë në TM1, TM2, TM3, përse nuk janë dërgu anëtarëve të Këshillit Drejtues për miratim, kanë qenë në koordinim të plot me zyrën e financave, edhe kuptohet që zyra financave më kanë thonë që është mirë të miratohet s'pari raporti vjetor
për vitin 2024, financiar për vitin 2024, pastaj të miratohen 3 mujorësha të tjerë, edhe kjo ka qenë arsyeja që ne nuk i kemi dërgu. E kemi një element tjetër që është elementi i manipulimeve, që aludimit për manipulime me dhëna zyrtare, që është një element këgja i rëndë me ju atribut dikuj, e pra të është edhe arsyeja e kësaj video 2. Atëherë po kalojmë tek manipulimet me dhëna zyrtare. Është përmend Webometrixi, rangimi për 3532 pozita e paraqitur publikisht si sukses. Në këtë rast, dua veç t'ju informoj sakt, në shtator të 2023-s, kur kam para se me ardhë, domethënë, e kam gjetë universitetin në rangimin 17700, ku përpara Universitetit Gjakovës është Universiteti i Pejës, po flas për universitetet publike, Universiteti Prizrenit, i Mitrovicës, është edhe Universiteti i Prishtinës. Do thotë, po shohim se ku është Universiteti Femiagani Gjakovë. Një prej objektivave të mia ka qenë që unë do ta lartësoj Universitetin Femiagani Gjakovë në pozitën mbi 14.000 manual, domethënë 14.000 më pak, edhe që i bie diku këtu pori. Edhe kësaj ja kam arrit, për shkak se mund të shohim që prej 17.700 në januar të 2025 ka ardhur në 12.015 pushin edhe universitetet tjera publike, sipas rangimit që është në januar të 2025. Në korrik të 2025 që bëhet përditësimi në Webometrix, është ndruar në algoritëm, edhe mo algoritmi nuk i merr për vlerësim Google Scholar, po e merr OpenAlex, që është një platformë tjetër e cila ka qenë një risi, edhe për atë arsye të gjitha universitetet publike kanë pasur ramje, kjo është numri i ramjeve për universitetet tjera publike. Edhe si rrjedhoj, prej pozitës 12.015, kemi kalu në pozitën 15.057, që njëheri kur shiqohet me ramjet e universiteteve të tjera, ne kemi kalu prej universitetit të 5 në universitetin e 3 në Kosovë, për rangimin Webometrix. Kjo është gjendja reale, edhe anëtarëve të Këshillit Drejtues e kanë vlerësu sikurse një tentim për manipulim me dhëna zyrtare. Edhe këtu mund të shohim që në lajmin i cili ka dalë që UFAGI shënon arritje të reja në rangimin kombëtar dhe ndërkombëtar, edhe këtu shifet që unë kam potencu pozitën se ku është, 15.547, edhe do të thotë që jemi universiteti i 3 në Kosovë. Domethënë deri këtu nuk ka asnjë element të fshehjes ose diçka e cila është manipulu. Tjetër është një element që anëtarët janë mundu me vendosë elementet e manipulime ose keqpërdorimi me dhëna zyrtare, sipas një vlerësimi të Orkës, Fakulteti i Shkencave Aplikative, kjo është një mesatar se sa punimi ka stafi akademik për kokë profesori, edhe sipas një llogaritje të tyre ka dalë që është 4.3, edhe në lajmin që është përgatit lajmi, edhe është shënu 4.6. Do të thotë ky është një gabim teknik që numri 3 dhe numri 6 e dim se cili se ku gjendet në tastirat e kompjuterëve desktop, edhe ky është një gabim teknik i cili është pasi një element që është tentu prej anës time të keqpërdoret. Atëherë, kemi një element tjetër, është ndërheqja e projektorëve, që është potencu shumë herë sa i përket ndërheqjes së projektorëve. Ndërheqja e projektorëve është bërë në një proces ku as nuk kanë pasur ndonjë presion, as një diçka, është një vendim i tyre që ata kanë marrë secili prej tyre me arsyet që i kanë potencu. Ajo që ka vlen cekët që për muaj me radhë, Këshilli Drejtues, sipas statutit, obligohet si organi më i lartë kolegjial të miratoj sikurse që është zgjedhja të miratoj edhe ndërheqjen e projektorëve. Për 4 muaj me radhë nuk është miratu ndërheqja e projektorëve, edhe me arsyetimet që e kanë marrë peng këtë proces,
edhe unë si rektor nuk kam pas mundësi që në komisionet të ndryshme që prapë është përmend aty që kemi komisione që janë jo funksionale, ku shënon emri projektorit përderisa nuk ki një vendim të dërheqëse, të miratimit të dërheqëse një projektori nuk ki si e vendos një tjetër, edhe as nuk ki se si e vendos në komision, po as nuk i ki si vendos në një projektor tjetër me zëvendësuat. Kështu që kjo është arsyeja që projektorët për kohë gjatë do të thotë kanë betë të pa zëvendësuar. Gjatë kësaj periudhe do të thotë unë kam një projektor tash, e cila është projektore, e cila është në pushim të lindjes. Gjatë kësaj periudhe nuk është vrejt asnjë element që ka mbetë prapa, por është vazhdu me një dinamikë shumë të madhe, fol një administratë që kemi të shkëlqyshme, edhe ka vazhdu universiteti me ecë hapave të sigurt edhe progresiv. Kështu që asnjë punë nuk ka mbetë e prapa, vetëm që kemi paraqit sukses edhe arritje të mëtutjeshme. Po ashtu duhet të cekë edhe diçka tjetër që fal inteligjencë artificiale që kemi ditë të sotme dhe fushës nga inxhinieria elektrike dhe kompjuterike prej nga vi. Kështu që disa punë të projektorëve janë zëvendësuar edhe me inteligjencë artificiale, qysh prej në fillimet e verës atëherë ku është kry ky zëvendësim. Kështu që unë video në 2 po e përmbyll këtu. Ju falenderoj shumë për vëmendjen, e kërkoj falje për zgjatjen e kësaj video. Ju falenderoj dhe gjithë mirë.